Deputeti e Partisë Demokratike Orine Bia, e cila u tërhoq nga gara 11 majit, pasi mësoi se ishte caktuar në listën e hapur të Fierit, ndryshe nga fushata e 2021-shit që ishte në Tiranë. Nebia i ka ironizuar përmes një postimi në rrjetet sociale fushatën që po bëjnë kandidatët për deputet dhe kryetarët e partive në vend. Ajo shprehet me ironi se nëse do ta dinte se fushata do të bëhej vetëm online, do të kishte krijuar 7 parti. Nebia i shton mëtej se shumë shpejt të gjithë ata që po bëjnë fushat do të mërziten kur të kuptojnë se like-et dhe share-et në rrjetet sociale nuk përkthehen në vota. Por e ta dija që fushatat do bëheshin vetëm online dhe kryetarët e këtyre forcave rrënjësisht diferencuese do kishin ambicie thjesht për të bërë influencers, do kisha bërë 7 parti vetëm nga Instagrami. Inshallah nuk mërziten kur të kuptojnë se like-et, share-et dhe views nuk përkthehen në vota, shkrua Nebiaj. Për kë e ka këtë mesazh Orine Nebiaj, dukshëm për Lulzim Bashën. Megjithatë, për sa kohë hoqi dorë nga gara, madje nga ajo e ndershmja fare në listë të hapur, sepse nuk e përballonte dot, çfarë shqetëson Orine Nebiaj se të tjerët bëjnë fushat online apo fizikisht. Si fillim, Orine Nebiaj, si deputete demokrate, të sqaroi një herë vet publikisht se për cilën do të bëj fushat, për Berishën apo për asnjë, se për Bashën nuk na e do mendja pas thumbit të sotëm.